Një jahtë luksoz i marrë me qira në Francë është përdorur nga trafikantët ndërkombëtar për të transportuar emigrant shqiptar ilegalisht drejt Britanisë së Madhe. Jahti i quajtur Tacoma dhe me vlerë 70.000 pound ishte marrë me qira në prill nga një burr me pasaportë austriake për një udhëtim të supozuar turistik përgjatë bregut të Bretanjës. Sipas bashkëpronarëve të kompanisë charter Eridan në Brest, dokumentet e qiramarrësit, përfshirë pasaportën, certifikatën detare dhe të dhënat personale dukeshin të rregullta, por shumë shpejt pas nisjes nga porti francez, drejtuesi i kompanisë Valerie Roux vuri re përmes pajisjeve të gjurmimit se jahti kishte devijuar kursin drejt brigjeve britanike, thekson Daily Mail. Më 13 prill, forca kufitare britanike ndërhyri pranë grykderdhjes së lumit Halford afër Falmouthit dhe ndaloi jahtin. Në bord u gjetën 17 emigrant, përfshirë një grua, që po përpiqeshin të hynin ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Mendohet se ata ishin marrë nga një vend i fshehtë në bregun francez, pak pas nisjes së jahtit. Autoritetet britanike njoftuan se trafikantët ishin pjesë e një rrjeti kriminal që po përdor mjetet luksoze detare për të shmangur kontrollin intensiv ndaj gomoneve në kanalin e La Manchit. Pasagerët e jahtit janë marrë në pyetje nga Agjencia Kombëtare e Krimeve, autoritetet e emigracionit dhe oficerë të forcës kufitare. Ata pritet të përballen me dëbim. 2 nga anëtarët e ekuipazhit, shtetas shqiptar në të 30-tat, kanë pranuar fajsi në gjykatën e Bodmin për shkeljen e urdhrave të mëparshëm të dëbimit nga Britania dhe janë në pritje të dënimit. Ky nuk është rasti vetëm i trafikut të emigrantëve me jahtë këtë pranverë. Më 8 maj, një jahtë tjetër i ngjashëm me Tacoman, i marrë me qira 14 milje larg nga Le Trinité-sur-Mer, u gjeti braktisur në bregun britanik. Mendohet se edhe në këtë rast emigrantët, të cilët sipas autoriteteve janë gjithashtu shqiptarë, kanë zbritur fshehurazi në Britani. Zyrtarët e forcës kufitare paralajmërojnë për rritjen e përdorimit të mjeteve detare private për trafik emigrantësh. Ne patrullojmë 24 orë në ditë, por me 100 raporte dhe marina nuk është e mundur të kemi praninë tonë në çdo pikë, deklaroi drejtori i operacioneve detare. Ministria e Brendshme e Britanisë tha se ky rast tregon se bandat e kontrabandës po përshtasin taktikat e tyre për të shmangur kontrollet kufitare dhe për të çuar emigrantët në vend në mënyra të reja më të sofistikuara.